Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A keni arritur moshën 40 vjeç? Ja vitaminat që duhet të merrni për të jetuar sa më gjatë. Çfarë të vjen ndërmend kur dëgjoni për vitaminat? Rekomandohet t'i perceptoni ato si një ushtri mirëfillt ushqyesish që mbrojnë organizmin nga simptomat më të këqija të plakjes. Një regjim i mirë ushqimor është elbesor për çdo moshë, por bëhet shumë më mirë rëndësishëm pas moshës 40 vjeçare, kur rregullat e lojës ndryshojnë tërësisht. Trupi nuk funksionon njësoj pas moshës 40 vjeç. Shtimi në peshë, sëmundje të zemrës, diabeti, sëmundje të tjera kronike e kanë organizmin në shënjestër. Një nga mënyrat më të mira për të qenë të shëndetshëm është të merrni vitaminat dhe ushqyesit e duhur, jo vetëm nga ushqimet, por edhe nga suplementet. Në këtë video do të mësoni për vitaminat më të rëndësishme sipas health.com që nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor, sidomos pasi mbushni 40 vjeç. Vitamina B12. Kur mbush 40 vjeç dhe i afrohesh të 50-ave, vitamina B12 nuk duhet të mungojë. Ajo është elbesore për gjakun dhe për trurin. Kjo vitaminë gjendet te produkte shtatzore, te bulmeti, veza, por suplementet janë të nevojshme sepse me kalimin e moshës përthithja bëhet më e vështirë. Merrni suplemente në sasi prej 2.4 mg në ditë dhe këtë gjithmonë me këshillën e mjekut. Gjithashtu, vitamina B12 mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për trupin tuaj. Me plakjen e trupit fillohet edhe vështirësia e absorbimit të vitaminës B12, sidomos pas moshës 50 vjeçare, kur edhe nivelet e acideve në trup fillojnë të shterohen. Pas moshës 40 vjeçare, përpara se të mbushni 50 vjeç, është më mirë të merrni B12 nga suplementet ose multivitaminat. Përpiquni ta merrni atë gjithmonë në mbikëqyrjen e mjekut. Duke qenë se është një vitaminë e tretshme në ujë, mund ta urinoni pjesën që nuk ju nevojitet. Kalciumi. Edhe pse mendohet se kockat absorbojnë në pjesën më të madhe të kalciumit në vitet e para të jetës, kjo lëndë ushqyese luan një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e kockave dhe në rritjen e moshës. Kalciumi i nevojshëm për funksione të tjera bazë të trupit, si kontraktimi i muskujve, funksioni i nervave dhe zemrës dhe reaksione të tjera biokimike. Nëse nuk po merrni mjaftueshëm kalcium nga dieta, trupi e merr kalciumin nga kockat, prandaj fillojnë edhe kockat të dobësohen. Për të mbyllur, ju duhet kalcium pas moshës 40 vjeçare. Megjithatë, nuk duhet ta teproni me të sepse jo vetëm që nuk do t'i jap asnjë përfitim, por mund të shkaktojë edhe probleme shëndetësore. Gratë mund të marrin sasinë ditore të kalciumit prej 1000 mg në ditë nga mosha 40 deri në 50 vjeç dhe 1200 mg në ditë për gratë mbi 50 vjeç. Nëse konsumoni ushqime të pasur me kalcium si produktet e bulmetit, peshku, brokoli, bajame dhe spinaçi, mund ta merrni atë nga këto ushqime. Vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme sidomos pas moshës 40 vjeçare, pasi parandalon problemet që lidhen me moshën. Mungesa e vitaminës D lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës, sklerozën e shumëfisht, problemet e gjirit, të zorrës së trashë, rrezikun në të cilën rritet edhe me kalimin e moshës. Vitamina D është gjithashtu shumë e rëndësishme për absorbimin e kalciumit në trup. Disa nga burimet ushqimore të vitaminës D janë në peshku, bulmeti, drithrat, megjithatë është e vështirë absorbimi i vitaminës D që merret nga ushqimi. Dielli është një burim shumë i mirë i kësaj vitamine. Në dimër bëhet e vështirë marrja e vitaminës D, prandaj ekspertët rekomandojnë marrja e suplementit D3, duhet të merren të paktën 600 njësi në ditë dhe 800 njësi pas moshës 50 vjeç, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit. Një tjetër mineral i cili nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, sidomos pas mboshni moshën 40 vjeç, është edhe magnezi. Magnezi është një mineral shumë i rëndësishëm në shumë funksione të trupit dhe marrja e tij pas kësaj moshe do të bëhet gjithmonë më e vështirë për shkak edhe të tolerancës që ka trupi juaj. Funksioni kryesor i magnezit është të ndihmojë në rregullimin e tensionit të gjakut, shumë i rëndësishëm kjo për gratë mbi 40 vjeç, të cilat janë tashmë të rrezikuar nga presioni i lartë i gjakut për shkak të moshës. Mungesa në magnez lidhet me sëmundje të zemrës, diabet dhe inflamacion. Magnezi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në absorbimin e kalciumit dhe ndihmon në funksionin e muskujve, të nervave dhe të zemrës, si dhe mbajtjen nën kontroll të glukozës në gjak. Nëse konsumoni një dietë të shëndetshme dhe të balancuar, mund të merrni doza të nevojshme të magnezit 320 mg në ditë për gratë mbi 40 vjeç.
Nga ushqimet gjendet teperimet e gjelbra, bishtajat, produktet e sojës, frutat e thata, fara të ndryshme dhe avokado. Dozat e larta të magnezit nuk shkaktojnë ndonjë problem të rënd, megjithatë mund të shkaktojnë diare, të përzierje dhe dhimbje. Kaliumi. Kaliumi luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen nën kontroll të tensionit të gjakut. Pavarësisht moshës, ekspertët rekomandojnë që gratë të cilat janë afër fazës së menopauzës të marrin sa më shumë kalium nga ushqimet për të ulur rrezikun e goditjeve në tru. Ato janë gjithashtu kundra marrjes së suplementeve të kaliumit vetëm nëse jepet me rekomandim nga mjeku për një gjendje tjetër mjekësore. Dozat e larta të kaliumit mund të dëmtojnë traktin gastrointestinal dhe zemrën dhe mund të shkaktojnë aritmi kardiake të rrezikshme për jetën. Njerëzit mund të marrin kalium duke ndjekur një dietë të shëndetshme me ushqime të tilla si bananet, patatet e ëmbla, fasulet dhe thjerrzat. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojë as omega 3. Teknikisht ato nuk janë vitamina, megjithatë, acidet yndyrore omega 3 meritojnë një vend në listë për shkak të përfitimeve të tyre të shumta shëndetësore, sidomos sepse ndihmojnë për të përballur me ndryshime negative që vijnë me moshën, si rritja e rrezikut të sëmundjeve në zemër, rënja e aftësive njohëse. Studimet kanë treguar se acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe nivelin e kolesterolit të keq, uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e kujtesës. Një studim i fundit madje ka zbuluar se njerëzit me nivele të larta të acideve yndyrore omega 3 në gjak performojnë më mirë në testet e memorjes dhe të menduarit abstrakt krahasuar me individët me nivele të ulta, që do të thotë se këto lloj yndyrash luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit mendor. Edhe pse mund t'i merrni acidet yndyrore omega 3 nga ushqimet si peshku, bajamet, farat e lirit dhe perimet e gjelbra, suplementet gjithashtu janë një mënyrë shumë e mirë për të siguruar që po merrni mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Merrni rreth 500 mg në ditë nëse jeni në gjendje të mirë shëndetësore, 800 deri në 1000 mg në ditë nëse vuani nga ndonjë sëmundje e zemrës dhe 2000 deri në 4000 mg në ditë nëse keni nivele të larta të triglicerideve, dhe sigurohuni që përpara se t'i merrni ato të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj, në mënyrë që nëse po merrni ollues gjaku mund të ketë efekte anësore të rënda. Probiotikët gjithashtu janë shumë të rëndësishëm për ju. Probiotikët nuk janë as vitaminë dhe as mineral, megjithatë janë shumë të rëndësishëm për gratë mbi 40 vjeç. Probiotikët luajnë një rol të rëndësishëm në funksionet të zorëve dhe rënien e peshës. Madje ulin edhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetin, goditjen në tru. Mund t'i merrni probiotikët nga disa produkte siç është bulmeti, sidomos tekosi, dhe produktet e fermentuara të sojës, si dhe suplementet në forma të ndryshme që mund t'i merrni në farmaci. Nuk ka një formulë të vetme për të parandaluar shenjat e plagjes, por një regjim i mirë ushqimor dhe përdorimi i vitaminave dhe suplementeve bimore mund të lehtësojë tranzicionin nga një dekadë në tjetrën. Studimet kanë treguar se dozat e duhura të vitaminave mund të funksionojnë si antioksidant dhe të shtojnë jetëgjatësinë. Vitaminat B janë jetike për shëndetin mendor, ndërkohë që vitamina D është e rëndësishme për lëkurën dhe shëndetin e përgjithshëm në çdo moshë. Kalciumi gjithashtu kryeson listën e vitaminave që duhet të merrni me kalimin e moshës, pasi ofrojnë mbrojtje të kockave, citon health.com. Gjatë të 40-tave, nëse të 30-tat i keni kaluar në punë duke vrapuar mbas fëmijëve, ose mosha 40 vjeçare është si një thirrje alarmi. Kërit papritur gjithçka duket si e brisht dhe e keni më të vështirë të rimerrni veten. Në fakt, mund të humbisni më shumë se 5% të masës muskulare nëse jo aktivitete të ndryshme dhe shtoni në peshë dhe nëse nuk ndryshoni stilin e jetesës. Rënja e flokëve gjithashtu është e zakonshme. Rënja e niveleve të estrogjenit gjatë kësaj dekade, duke qenë se shumë gra kalojnë në fazën e perimenopauzës, faza para menopauzës, kur trupi përgatitet për fundin e ciklit menstrual. Prandaj duhet të jeni më të kujdesshëm në këtë fazë të jetës, të ushqeni si duhet dhe të merrni të gjitha vitaminat dhe suplementet e duhura gjithmonë duke u konsultuar me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë